sot me qenë agjrushëm, e kam mësu për ta Allahu dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çështja e parë që nuk duhet haru pa e sqaru dhe duhet me kushtu vëmendje të madhe është që përderisa nuk rregullohet zemra, është vështirë të rregullohet barku, syri apo veshi apo logjika mendje. Nga se të gjitha direksionet, të gjitha sinjalet vijnë nga zemra. Nëse zemra është e shëndosh, ka me qenë i shëndosh e të të mërinë Allah të zërë për qenë. Për të arsye, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ai cili e beson si duhet Allahun Azza wa Jall, Allahu ka për ta udhëzuar zemrën e ty. Dhe normalisht fillimi i çdo vepre të mirë, baza e çdo vepre të mirë, do të nisë e ka nga zemra. Për arsye, alaykum salam, zemra duhet të jetë kushtuar me mendje të veçantë, nga se siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idha salaha al-jasad kulluhu, alaykum salam. وإذا فسدت الجسد كله. Në trupin e njeriu është një gjymtyr. Nëse ajo është e shëndosh, në cop mishi, nëse ajo është e shëndosh, ka me qenë e shëndosh i tërë trupi. Nëse ajo nuk është e shëndosh, nuk ka me qenë i tërë trupi. Për arsye Allahu Azza wa Jalla ka thënë, duke na përkujtuar në përgjithësi edhe duke thonë, inna fi dhalika la dhikrun liman kana qalbun aw al-qasama aw shahid. Në këto që ka po i qarojmë, dhe ka mësim për atë që ka zemër dëgjim edhe atë cilë është dëshmitar. Andaj, të gjitha krijesat kanë zemër, po zemrat kuptuhet janë dy lloje në përgjithësi. Ndërsa në aspektin e përkohshëm mjekësor është vetëm një zemër. Zemra do të thonë në aspektin kardiologjik mjekësor. Nëse po flasim nga aspekti i marrjes besimit, në përgjithësi është zemra e cila është e gjallë. Dhe këtë qëllim të zemrës e ka bo drita e imanit, besimit, takoja dhe mëshmëria. Ndërsa zemra e dytë është ajo zemra cila është e vdekur, e smur, dhe e cila është në prak, do thotë, shkatrimit. Për arsye, fi qulubi maradun, fazadahum Allahu maradan. Por Allahu ka folur për munafiqët, ka thonë, në zemrat e tyre ka smundje, dhe Allahu Azza wa Jall do thotë ka mjashtu smundjet në zemrat e tyre. Andaj, besimtari kujdeset për zemrat dhe kujdesi më i veçantë është këtë Ramazan, që edhe zemra me agjëru edhe me lutë Allahun Azza wa Jall, nga se zemrat janë në duart e Zotit Xhelal Wala, Allahu i rrugon ka doja ai. Pejgamberi sa shpesh ka dua dhe ka thonë, Allahumma ya muqallibal qulub ose ya musarrifal qulub, thabbit qalbi ala dinik ose sarrif qalbi ala ta'atik. O ti që i rrugon zemrat, bëje zemrat tonë, bëje zemrat time dhe të qëndrueshme në fen tonë, apo ktheje zemrat time ka adhurimi jot. Andaj nëse rrugojmë zemrën, do thotë, atëherë me lenin Allahu Azza wa Jall e kemi më lehtë me agjëru me këtë zemrë. Dikush mund të më thonë, si ka mundësi me agjëru zemra besimtare? Zemra agjëron, do thotë, duke qenë larg mendjemallësisë. Zemra agjëron duke qenë larg vetpëlqimit. Zemra agjëron duke qenë larg xhelozisë. Nga se Ibrahim alayhis salam, por këto që ka qenë mbi Allahu Azza wa Jall, ka qenë pejgamberi i zgjedhur i Zotit Xhelal Wala. Megjithatë, ka dua ka thonë, "Wala tukhzini yawma yub'athun." Walla, mos më korrit, mos më turpro ditën kur i ngjallen njerëzit. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Atë ditë ku nuk bën dobi as parë madhe as të vlerë të shumë. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Vetëm ai që vjen me zemër të shëndosh te Zoti ka më shpëtuar. Zemër të shëndosh nga idhujtaria, zemër të shëndosh nga xhelozia, nga mendjemallësia, nga përqimi, syfacia edhe gjëra të tjera. Andaj çdo agjëron zemra e agjëruesit apo muslimanit në Ramazan, duke qenë liruar dhe larg të gjërave që e ngurcojnë zemrën. Nga se ka thënë pejgamberi alayhis salam, që tre gjëra janë shkatruese: vetpëlqimi, bindje në pamjaftueshmëri dhe pasimi i egos dhe jepshit, dhe do të jenë gjëra që e shkatrojnë zemrën e besimtarit edhe e largojnë këtë zemrë.
i krijojmë kuti dhe normalisht e kurcojnë e pastaj kjo zemër nuk ka mundësi pastaj në më vazhdu për Allah Azza wa Jall. Thonë fundit, zemra vazhdu ka zgjozia nga se krejt depot e mirësisë jo ndur Zotit. Yutihi men yasha. Allahu ja jep kujt duhet. Dhe automatikisht zemra si është xheloze. Je me kuptu që o Zot nuk jo me kënaqur me ato që e këto e përcaktu filanit dhe filanes. Allahu Azza ka thënë: "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahum Allahu min fadlihi." Apo e dinë ata që jo të xhelozu për diçka që Allahu Azza wa Jalla e ka dhënë. Andaj Allahu subhanahu wa taala nuk na ka pyet, do thotë neve atë filanit këtë apo atë alanit këtë. Po e të thotë agjërimi të devotshmëve ka mundësi e cila e shpihet tek mëshiruesi i Zotit Gjithësisë. Zemrat e tyre agjërojnë në çdo kohë, nëse na sufir ato zemra nuk do të falin. Ka dashur të tregoj që zemra e besimtarit është larg nga mëkateve, ka dashur të tregoj që kjo zemër agjëron absolutisht nga gjërat që Allahu ja ka ndaluar dhe kjo zemër natën përkundër që ka absolut e ka rrugë vetën e ka shëruar lëgjërave, natën kjo zemër pra në kohën e sufirit kërkon istighfar, vjen istighfar dhe kërkon falje nga Allahu Azza wa Jalla për gjunohat e saj. Andaj nëse e kemi rregulluar zemrën në aspektin fetar, me njëherë pas zemrës, do thotë vjen një çështje shumë e rëndësishme, e cila luan rol në lumturinë edhe në shkatërimin e njeriu. Ajo është një çopishi tjetër e cila ka emrin gjuhë. Pejgamberi sa ka thonë se mi garanton dy punë. E ka besën që nuk më garanton xhenetin. Njëra prej tyre ka thonë ai cili më garanton ato që ka thonë as binon fullave. Ajo është gjuha. Nga se gjuha është çopishi, po shirën e ka të madh kur din me boshar. Gjuha është çopishi, po hajin e ka të madh kur din me bohaj. Për arsye do të pas kujdes, do thotë, nëse gjuha jo vetëm Ramazan do të burojë, po edhe jashtë Ramazanit. Muadh ibn Jabir radhiyallahu anhu ishte në pejgamberin alayhis salam dhe i dëboi Allahut, do thotë, i tha uje këto çka ki me dy nofullave. I tha ja Rasulullah, edhe për gjuhën kena më marrë pyetja, edhe për ato çka flasin, tha kulet ku umu kena Muad. Mja nona për të Muad, a din sa njeri ngrehet zjarr me fytyrë në xhenem, do thotë si pasojë e asaj që ka mbjell gjuhët e tyre. Nga se që shkohat tash me them, robi nuk janë ndonë veshin i fjallet që e folë. Fjallë mirë e përmesoj e fillon krasin e Zotit, por nuk janë ndonë veshin i fjallet keqe që e folë, që përmesoj e fillon hidrimin e Allahu Azza wa Jalla. Ja kemi fitu razin e Zotit, ja kemi fitu hidrimin e Allahu Azza wa Jalla, për shkak se në copë të vogël të mishit ajo është gjuha. Normalisht dëmi i gjuhës është shumë i madh dhe rreziku i gjuhës është i paparashikueshëm. Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte ai i cili shpesh ka pasur të kap gjuhën e tij. Dhe pastaj pasi e kap gjuhën dhe nxirte jashtë, thoshte kjo është ajo që më rrezikon me shkatru. Nëse gjuha ka thënë është ose zjarri që djeg. Gjuha është ose gjarri që kafshon. Dhe është ose hekmi që helmon. Po të pojme pësudi, nuk din dhe një gjymtyr në trup njeriu që meriton burgim për jetëshëm që është meriton gjuha. Andaj, është element që bëtë sebeb më do kur një grus, është element që bëtë sebeb më mund një qa, po du po mdo, ka që është me gjuhu. Dhe normalisht, gjuha është e cila, dhe thotë, ose ka me ta frutë të Zotit Gjellewala, ose ka me po sebeb më të ledhun nga Zotit dhe me tjerë në gjenem. Thotë, po jeti, gjuha jo të mos të cekë të metet e të tjerëve, nga se të i vetë ju i njeni me plët meta. Po ashtu edhe njerëzit nga gjuhët e tyre, dhe ata mund të godosin ty të thërmojnë për metat e tua. Ibn Abbasi, radhiyallahu anhu, thuhet që e ka kap gjuhën dhe e ka thënë një fjalë. O i gjuhë, ose thuaj diçka do bishmesh për blehu, ose hesht edhe mos për keq që të shpotosh. Nga se i duhet që e ka pengu gjuhën dhe se kalon me bugivet. Nga se që ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
فليقل خيرا أو ليصمت ai i cili e beson Allahun Azza wa Jalla në ditën e gjykimit, le të folë mirë ose le të heshte më mirë, do thotë më mirë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë ai i cili më garanton atë çka është me dy, do thotë buzëve të janë në xhenetin. Dhe ashtu do poeti ruaj gjuhën, po njeri që do mos mashtrosh shpresoj. Gjuha si gjakmi, më të vërtetë vdekja është vetëm çasti i caktuar. Mund të pasësh me gjuhë, do thotë tërë atë që e ke ndërtuar në të kaluarën, dhe tërë atë që do të ke punuar me vite të tëra. Andaj një papuljesi, por thonë në gjuhës, do thotë mund të sjell kaos edhe probleme në mesin e muslimanëve. Transmetohet gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi i cili ka thonë el muslimu, men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani i vërtetë është ai musliman i cili do thotë njerëzit e tjerë janë të rahatshëm prej sherrit të tij dhe njerëzit janë të rahatshëm nga sherri i duarve të tij. Ne me Zotin e kam mësuar se çish me përdor gjuhën. E kam mësuar se gjuhën duhet me përdor me përmend Zotin xhelalu ala. Ne kam mësuar që duhet gjuhën me përdor me falëndëruar Allahun Azza wa Jall. Ne kam mësuar që me gjuhën duhet me fol mirë. Po qulu lin nasi husna, dhe njerëzit folën fjalë mira. Ne kam mësuar që me fol drejt, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O ju të cilët keni besuar Allahun Azza wa Jall, pra kur të flisni hakun edhe flisni të vërtetën. Andaj ai i cili e kontrollon gjuhën, mbetet me shpresë që ka me qenë prej të shpëtuarve dhe ka me agjëruar gjuha e tij, ashtu siç ka lënë me agjëru prej saj Allahu subhanahu wa taala. Andaj Zoti xhelalu ala ka kërkuar që të flasim me njerëzve. Ta përdojnë ke gjuhë për mirë, ma kullu i badi, yaqulu lati hiya ahsan, inna shaytana yanzalu bainahum. Dhe thuaj robët mirë, le të flasin njerëzve fjalë mira me gjuhën e tyre, nga se shejtani manguar futet mes tyre dhe krijon përçarje dhe krijon huti, që ata mos të nxjerrin nga gjuhët e tyre fjalët që ne kënaqen e Allahun Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala aty njerëzit që nuk e kontrollojnë gjuhën dhe shkojnë për gojë, ka treguar që e yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. A thua Allahu dëshiron dikush me juve, do thotë që na hongër mishin e Allahut vetë pjesë gjatë. Do thotë nga dëmi i mos kontrollimit të gjuhës. Pasi që e mësuam që shkënon zemra. Pasi që e mësuam që më njëherë pas zemrës të provojmë kyç në suksesin e jetë, por në Ramazan e pa gjuha. Pastaj është një gjymtyr tjetër e trupit, dhe ajo që në dy, e në janë në dy sy, që Allahu Azza wa Jalla t'i ka falë. Pyete njëri i cili nuk flet, sa është vështirë me pas gjuhë ose me më folë. Pyete njëri i cili i ka dy sy në babë, mirë po ai nuk shem ata sy. Sy që mbegati nga Allahu Azza wa Jalla. Mirë po Allahu ka treguar që ti kumlon këta dy sy amanet, këta dy vesh amanet. تقولون بين أمانات إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله فرض ما بدأش يجيب تجيب ميديا ditën e gjykimit për të gjitha këto kemi u pyet për Allahun sallallahu alaihi wasallam se çfarë keni ku me to. Allahu subhanahu wa taala na ka kërkuar që kemi për atyre që nuk e zgjullojnë syt në të mirat e njerëzve. La tamuddanna aynayka ila ma mata'na bih. Allahu azza wa jalla mos i zgjullojnë syt në të mirat e njerëzve që na nuk kemi dhënë atyre. Për shembull Zoti ja ka mësuar të bujt një të mirë, mos me kalu kuan të me zgjullu syta e mirë tjetër, se punja fundit nuk është e jotja, nuk është prona e jotja. Gjithashtu ka thonë që o kullil mu'minine yaghuddu min absarihim. Thuaj besimtarëve edhe besimtarëve që të ruajnë shikimet e tyre nga harami. Pejgamberi sallallahu ka pas qef ka shkoje me pas Aliun radhiyallahu me veti. Dhe Aliun atë ka qenë djalë i ri. Edhe Fadl ibn Abbas ka qenë djalë i ri. Aliu radhiyallahu anhu, sa që Aliu ka bu pyetje për shikimin që borazi, apo për rreth, i dërguar Allahu bashkë që ka thonë kule shikimin. Fadl ibn Abbas duke qenë me pejgamberin sa të bimush, ka qenë i hipur. Fadl ibn Abbas edhe pse në moshë i ri,
Islami e rakoj kohën e dorën e tij sallallahu por të treguar që këso kjo nuk ka hije besimtare. Normalisht ai si nuk e unë shikimin, ai si nuk e unë shikimin, realisht ai nuk është për agjëru me sytë e tij. Realisht është duke e njëllos agjërime ti dhe mos parë të kamë në maja, ai njerës provohet në katastrofa. E para është e hunë qëtësin e zemrës edhe qëtësin e mendjes. Ky njerë nuk ka me të besim, e ka të pa mundur me u përqëndru. Qka me u përqëndru në namaz? Qka me u përqëndru në lezim Kuranit? Qka me u përqëndru në doa me lutje? Njerë zemra e ti është të trazume, pëse shkikimi e ka lutje të rak negativ. E dyta me unë në maja, njeri cile nuk e në shikimin nga haramin, ky njeri vetëm se e lukë vetën. E fut vetën par mendime, meditime, edhe në fund nuk ka rezultat. Nuk mund të arrit atë që s'është e vetja, edhe pse po lohesh me shiku. Pastaj e treta është me humbë kënaqësinë e ibadetit. Thotë e fal namazin, po dyqysh nuk e ndjen që është të fal namazin. Hinë Ramazan e gjënon, nuk e kuan si iftar me po doa, dyqysh nuk ka fund me po doa, ose nuk e ndjen doan, ose se ndjen të ramin, apo agjërimin, edhe fund të është ai cili se u përshëkimin, mjafton kjo me qenë dëshmi për të ullë, do thotë që prejnë përët e muslimanëve. Ka thënë dietarët, ai i cili e në shikimin, Allahu Azza wa Jall ja rregullon të brendshmën e tij dhe të jashtmen e tij. Se njerëzit e cilët do të nuk shikojnë haram, Allahu Azza wa Jall ju jep ndryshim në sy, ju jep ndryshim në mendje, ju jep ndryshim në pamjen e dukje. Dhe ky njeri do të thotë ai i cili normalisht eviton razinë e Zotit, lidhet me Allahu Azza wa Jall e largohet nga sprovat të cilat nuk ka mundësi me do të skej. Sa ai cili shikon haram, normalisht futet mendime, pastaj dëshira, pastaj dëshiron me realizu atë çka ka shikuar. Me normalisht krejtë çështja është domë që e dëmtojnë njeriu, normalisht ja ulin vlerën edhe pozitën te Allahu subhanahu wa taala. Dhe ata të cilët do thotë kanë me qenë apo e ruajnë vetën në këtë çështje, Allahu subhanahu ka pranuar atyve gjëra që syri si ka parë, gjëra që mendja nuk ka menduar se ka gjëra të bukura, edhe gjëra që veshi nuk ka dëgjuar, do thotë se ka gjëra të mira. Me njerë pas shikimit, do thotë si gjymtyrë në trupin e njeriu vijnë dy vesh. Do thotë Allahu Azza ka dhënë dy sy, dy vesh, edhe një gjuhë. Që do thotë sa më pak me fol, dhe normalisht më shumë me dëgju, e pastaj me fol me shiku edhe sa më pak. Përpara të kaluan njerëzit, do të kanë kaluar pra një tjetrit, po nga turbi që mos me qunë kohën lartë me shiku, gjatas dhe majtas, se mos që atë ecjes gëm, ata nuk e ka prej që kalojnë pra ty dhe filoni dhe alon. Në kujtohet një rast, për thot njënje, Sufjan e Thaurit në punën e Fitër Bajramit. Se përpara Fitër Bajramit e kanë falë në shesh për shembull, ose e kanë falë në park, ose në stadion, ose e kanë falë në vende që janë të jashtë me njën xhami. Se kanë dalë gra, kanë dalë fëmijë, kanë dalë pleq, kanë dalë plot. I madhe i vogël ka dalë në Bajram. Mi ka thënë botës që na kemi ditë feste. Edhe duk thypi Bajramit, dhe njëjë për gjematit, unë e thotë, së nga rastis me po, dhe thotë, gra dhe fëmijë, ma shumë se që vetë Bajram. A i për i thotë, vallaj, së pas kërshone. Dhe që shma së pas kërshone të nga fale, thotë, unë e për më falë, është të vërtet, po, nuk e për më qukë kokën, në shumë nalë, edhe nuk më këshyrë gjathas majtës, se ku marë më falë, s'ku marë me këshyrë gjathas edhe majtës. Normalisht, përgjësia e tjetër është përgjësia e ndëgjimit, se ta dy vesh që ka përnë Allahu Azza wa Jall me gati. Njeriu i cili pregohet nga dëgjimi, ai pregohet edhe nga të folurit. Dhe na jeni të dëshmitar njerëzit që lindin dhe nuk dëgjojnë, ata nuk folin. Ose nëse me kalimin e kuas në humbë dëgjimin, ata humbin edhe elekuencën të shprehur. Pse njerëzit bunë elekuent? Se lexojnë shumë. Pastaj pse? Për shkak se dëgjojnë shumë. Dëgjojnë shumë intervista,
intervista, dëgjon shumë ligjërata, dëgjon shumë seminare, edhe dëgjimi i tepërt e bën njeriu që me fitu shpejti, e bën njeriu që me qenë ma elekone të folur, ma elekone të shprehur. Dhe këto pikajt e fiton përmes dëgjimit. E nëse nuk është dëgjimi, çka ka me dëgjuar? Edhe nuk ka me dëgju dhe ka me më pregu. Nuk është thotë, sa mundit misulla, mirë keq me rëndësi pa dëgjim njeri, edhe të jetë mangu. Dhe ajë si të isprovohet me këtë shkollë që vasotin, e reson se është për isprovohet, normalisht që nuk janë as pak të leta. Allahu subhanahu wa taala ka treguar që njerëzit e cilët nuk i dëgjojnë argumentet tona, ata njerëz të Allahu azza wa jalla llogaritën të shurdhur, llogaritën me mes, llogaritën të verbër. Për të arsye Allahu tha wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins. Allahu po e kemi krijuar xhenemin. E kemi ditë që ka me hi shumica e gjinëve dhe njerëzve në xhenem. Pse o Zot? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nga sa ata njerëz kanë zemra, Allahu ka bërë zemra pa ta kuptojnë. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allahu ka folë vesh atyre, po ata nuk shohin. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allahu azza wa jalla, ata i ka dhënë sy, nuk shohin, ka dhënë vesh, po nuk dëgjojnë. Ulaika kal-an'ami bal hum adall. Ulaika hum al-ghafilun. Ta njerëz me këto veprime, edhe janë sikur se kategoria e kafshë, po ata janë më poshtë se kafshët, Allahu i ka ujë. Por normalisht do të jenë po në momentin ku do të japim llogari për Allahun azza wa jalla, edhe për gjërat që i kemi dëgjuar, qofshin ato haram apo qofshin ato halal. Andaj peshi është përgjithësi dhe na duhet të ushqejmë peshën tonë, duke dëgjuar fjalë të mira, duke dëgjuar gjëra të mira, duke u larguar nga të këqija. Paramendoni, Allahu përshkruan shumë biseda mes xhenemlive edhe xhenetlive. Dhe i tregon edhe pyetje të cilat i shkëmbejnë edhe me një tjetër. Për shembull, xhenetlivi pyesin xhenemlit më se ne kemi kufi sa ka. Çka ju shtyn në xhenem? Ata thonë se na fal namazin, një dhe arsye thot, wa kunna nakhudhu ma al-khaizin. Keni mbet, kena nejtë të bime me ata që kanë bëjë ikona me fenë e Zotit. Allahu ka thënë, وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم مثلهم. Nëse gjej njerëz që me xhlish ku jeti, bojnë hajgone me çështje fetare, shohu pi me xhlisit, mos ndiksi hajgone, edhe thuj, unë nuk thena të bim derisa ta ndroni muhabetin. Nëse se ndroni muhabetin, nëse kime juve. Nëse ti rre atë, i farforme je i knaqur, ma ta shko të full, edhe jetu të gjuhë gjërë që i dhërë Zotin. E Allah i në nuk i dhe mithno. Atëre, nëse se preqe dhe ati, atëre e dhejni sukur ata Allah në rrë. Andaj, shpesh nejme në bjetë më sëpëru, me nejtë me njëzë zirët, të do të papik turbi, të do të marë muzim edhe talën me fejnë e Zotit që në marë asur se, që që puna një postim, një dashamirme, dhe do të gjatëqëndrimi spital, i ka rastis, me nejtë, me një njëri cili ka fejë ortodoksë dhe cili ka nëzim të sërë. Edhe këtë dashamiri ka të gjumë për Kosovës vajzin, edhe ka përdu mi ka të vajzë ati që është ortodoksë. Sa në po vajzë mi ka të vajzë në qëtët. Po me shku ati tjetër mi ka të vajzë pasor. Edhe i thot a i sërë me të të dy vjeqarë plak. Thot i ku ndi, pleshton, e ka pasë dhe në gjyshi, duke ma bu mi më biri babës, duke ma bu më biri babës, që shtu dhët qysh, bimë thët, kalamoqi, druri, i qurë ka zotin dëro, që ish bimë pitopës, që ashtu njerëzit kanë mori në gjahë, pivarëve dhe të gjykimi pra mëno. Kush me thot to, a i cili nuk është musliman e thot to. Që është të zirë zënë? A i cili nuk është musliman, pe e thot to. Ndërsa, gjem njerëz, ka traqyshi i haji, baba haji, kej familja muslimane, të rabirët, edhe po në pytje që kjo pytje mi aqit detit e shkaton detit. Ka gosha i mund të të gjykimi me në kalzun neve që ka varë, kena më shumë pra Zotit e madhën varia, që o ki njërë shtu. Allah. Ata kjo është dhe në tonë që
i kanë familjarët musliman, ata janë larë dhe thotë fjesa Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka mund djetarë, besimtari i sinqert është kur kalon pak pra njerëzve që mire me kësaj që të kota, po i dhe haqallahu në gjahim në kalu salama. Ata i thojnë paqe dhe mëshirë Allah me ju, unë s'mova me në ju. Së është e pa mundur me qina gjushëm, edhe mos me ndëgjumë një ofendim për ty, mos me ndëgjumë një fjallë pa ishme që dhe kush e ka thonë për ty ose për të thonë tyje. Shka du të thonë ty, mos me akti me këtimi monedë, pa du me thonë inni saimun, unë jam pajgjushëm, edhe fundit që du të pajgju, është që është e barë për të stomakët. Allah azza wa jall e ka thonë, kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hanë e pini mos e teproni se Allahu si do ata që e teprojnë. Pastaj ka thonë jashtë birja e dinit nuk ka mush e markeqe se sa barku. Nëse jashtë Ramazanit s'ke mujt të kontrollu barkun tonë se çka po jem, apo jem pija halal, apo jem pija dyshim, apo jem ushqim halal, a dyshim, s'pakur gjatë Ramazanit mundohu me e rujt vetën. Kom kujdes për vetën tonë dhe çka po fund në këtë bark. Se dhe barku është pjesë e trupit, i farloj gjytyre e trupit edhe Allahu kërkon që dhe barku jetë me qenë e gjushëm, me shka, edhe nga gjirat të cilat Allahu azulem i ka të gjuhë. A dhe shetani më kuar, ka të reku zote gjere vala mëram është a i cili njerëzve mundohet me abu haramin halal edhe halalin haram. Pra mundohet njerëzit me ishti shubuhate, dyshime, që pasaj ata me i fund në zemrat edhe në kohë e tyre. Normalisht, muslimani e din që ka marrë kuha, që ka marrë bëgarik për të gjë, edhe për atë ka fshat haram, që su kujdes të thotë që ka fund dhe barkun e ti. Ebu Bekri radiallahu anhu, sa që ka marrë ushqim, normalisht edhe ka dëgju që filan ushqimi, do të s'palar nga duhet sikurta, më njerë është munduar ka kështi kisht një gojë Allah e të rovë, edhe ka dash me qitë me i barë po ato, pse nuk u ditë kurimi ushqimi për një barë. Na nuk ka nevojë shumë që kolik të punë. Ta dhini i thoni i dava shumë edhe, kemi besim të një tjetëri, shkojmë hajmë ushqim. Mirë po jo është do që nga sërgohet, edhe dur me e mëmër. Kuptuat, me po bismillah, pasaj me ndronë ushqimin në fjallë. E rëtë nga ona zërë që ka gjurojme dhe gjitha që të trupit, nga se shumë përkonë sotë me njeve, zotë të masimë në hamë dhe rablarimit. Sonë të koha është dhe mushën e një më me zinë. Ata është dhe mushë. Bismillah. Allahümme salli